Përshëndetje. Sot kisha dëshirë t'ju përgjigjesha disa pyetjeve të tjerë që i keni ba, edhe ka shumë pyetje këtu, sa mund t'ja u shpjegoj pak shkurt, po pa t'i rëndësi, edhe disa pak ma shumë që t'ja u sqaroj pak ma mirë, se ka shumë pyetje të veçanta këtu. Që unë kam dëshirë të flas me pyetjen e parë. Pyetja e parë është kështu. Nga kush ndikohemi që sjellim fëmijë në këtë botë? Kur e dime se edhe ata do të vuajnë në këtë jetë. Nga asnjë ndikohesh valla. Fëmijët vin vetë. Ato e dini me për shembull para se më fut. Ku janë, kush janë, qa batu, a kupton? E shohin gjithë, edhe ka dhe për shembull që ka shumë kështu grupe, a kupton? Si vinë, si familjar për shembull, ti të bash të rolin, unë dhe luket rolin, ti lusha të rolin tjetër. Edhe përpara ka shumë njerëz, po ka lloje ndryshe këtu shpirtna që a kupton? Po thuj shumica kanë ardhur shpesh jetë, për shembull, ndrojnë pozicione, për shembull. A kupton, ka lloje mënyrash, ose ka ndonjë mënyrë për shembull që ti vjen si mashkull shpeshherë, ose kanë shumë tjerë që vinë si femra, se e mendojmë se jeta do bëhet më e lirë, më kollajshme, ose ka dëshirë të marrë këtë eksperiencë. Edhe mund t'i ndrojnë për shembull me njëri tjetrin, që kështu kur vjen fëmia këtu, ti mendon se është fëmijë vogël që shef ti si bebi, a kupton? E me ti e shef se ky s'ka gjandor, është kështu. Sot fare, ti me do ta ndihmosh këtë fëmijë, mendon ti. Po, kjo po, është fëmija jotë, vjen këtu, duke si fëmija jotë, është fëmija jotë, dhe du ta dush, du ta mësosh, e gjitha të gjanat. Po, ajo është i shpirt, ky shpirti mund tjetë dhe ma i zhvillueshëm se ty ke bota tjetër. Po ky vetës është fëmijë, këtu ke trupi mrena për mrena, po mrena për mrena, është ajo shpirti i vërtet, që ka gjithë të eksperiencat ke jetat e veta, që i ka me vete, ka ajo vedia që se ka zbulu akoma. A kupton? Që shu fëmija vjen vetë para se mi ba këto, kemi parë do bëjmë këte, varet se cili ka të vetën. Shkurt kështu është ajo. Që kështu e dina që të vujmë në këtu, gjithë, a këtën para se marë, po ka dhe disa që menoj ku të futëm atë unë, a këtën, do zbule vetën edhe ku vjen tu haromani, ne la këtu. Pyetja dytë. A ndjen dhemshuri për njerëzit e afërt dhe për fëmijët që vuajnë në këtu, dhe si mund t'i ndihmosh? Po, nine, valla, qysh se nine, në gjithë nine, valla, me njerëz të afërt. Ne jemi si bateri me njëri tjetrin, ne jemi si magnet, ne jemi njëri tjetrin. A kupton? Dhe se mund t'i ndihmosh? Qysh mund t'i ndihmosh? Është ajo kollaj fare. Ti e fut veten në gjendje të mirë, ti je i mirë, ku jeti i mirë, ban gjithë mirë, valla. Po së ban të mirë, po të ban me kohën ato, po ti je i mirë, sipas qeti i mirë me, nuk ban ditë që jam me tjerë. Ti je janë ku janë. Që kështu fillon gjithmonë me ty. A kupton? A shumë mund të ndihmosh, ku ndihmon ti vetëm natyralisht i ndihmon të tjerë. Pyetja e tretë. Kur merr të kuptuesh, ku merr kuptueshmëri, ku je kuptueshëm, po thot, e kësaj bote. Si ka mundësi që shpirtat vinë në prapë në tokë? A zgjedhin vete të rikthehen apo detyrohen të vinë? Ka këtë dyja, jo se detyrohesh, po e ke gjatë për të balla. Vjen këtu harron dhe shef atje, se bana, se harrova, se u mora me këto gjanat e kota që më mësun këto mu. A kupton? Edhe ke qenë bish prapë. Ose e ke i grup për shembull, që thotë do të shkosh marrësh punë se do të tjerë, po themën që jeti bashkë, ato po thuj marrun punë, me të futesh prapë me ti që ta marroni tamam, ata që keni vendosur para se marr. Kush e di sa herë? Ashtu është. Edhe kthehesh, edhe na ka të drejtuar, po shpesh herë kthehet jetë Zoti ndor varet ç'a ban. A kupton? Varet ç'a shpirti, ç'a misioni ke këtu ti për të bërë. Se sa njerëz ka këtu. As ta pet me një fare. Secili me ka grupe, ka gjana, vjen e banë lunë dhe rolesh. Ne aty bëjmë grupe, bëjmë gjana, do vinë këtu, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, a kupton? Ç'as bëhet? Që
që të marrë një eksperiencë shu të fuqishme, që shështu, që ta zbulojnë sa më mirë, e kupton? Ime pyetja 5. Jo, pyetja 4. Si jetojnë njerëzit që takon në anën tjetër? A kanë familja, shtëpi, apo jetojnë ndryshe? A martohen dhe a krijojnë fëmijë dhe atje? Si jetojnë njerëzit në tokë? Qysh jetojnë njerëzit? Ka shumë pyetje këtu. Si jetojnë njerëzit që takon një anën tjetër? Ato jetojnë qysh jetojnë shpirti atyre. Ku dojnë ato? Ç'a kanë qef ato? Se s'kan ma ato pengesa, dogana, se kemi në këtu këtë trupi, që jemi këtu. Ato janë, bëjnë që dojnë vëlla. Ç'a ti dojnë qef atyre, ti kina për spaceship-a, krijojnë gjana të bukura. Ç'a s'bane vëlla? Ç'a ti e shef ti? Kanë familje. Jo vëlla, secili është për vetën e vet, po jemi kështu, jemi të gjithë shpirtë, jemi të gjithë familje kështu si përfaqe. Po vim këtu i me dhe kërëm dhe familje tjere me që kemi shumë eksperiencia. Edhe duket sikur është vetëm kjo. Po kur themi mrapa ka e origjinalja, aty jemi në të gjithë isoj, po thuj, po vim këtu i me, nga që kemi marrë shumë eksperiencia me këto njerëzit, e ndim punë ma mirë me këto, komunikojmë ma mirë me këto, se jemi mësu me këto, edhe, a kupton, kemi marrë shumë eksperiencia me këto, edhe naturalisht bashkë ma e mirë me këto se sa tjerët. Kështu kjo është se tip që kanë familje, shtëpi apo jetojnë ndryshe. Ato jetojnë që shdojnë. Kanë dhe shtëpi, kanë jetojnë ndryshe, kanë dhe lloj shtëpia, xhama, zhbuka, që kanë qef ato si kështu paraize që imagjinon ti. Ju shef ti në shtëpi bukur që shef ke filmi. Çfarë s'bajnë aty vëlla? A martohen dhe krijojnë familje edhe atje? Jo, vëlla, vetëm këtu i bajnë këto ne. Martohen, i krijojnë familje vetëm këtu. Atje ti je i krijuar vëlla me kohë. Po ti projektoni me menjën këtu këtë trupi, këtë loja, edhe krijon familje këtu e lun loja. Për shembull, ka shumë venja tjetër që s'ka, për shembull që diun që s'ka për shembull trup fizik, nuk kapen, ka edhe këtu që s'dini me që është puthësh me njëri tjetrin, kënaqesh ose hash një ushqim ta shijosh tamam, ato si kanë këto gjanat, ne kemi këtu këto. Që shijojmë tamam. Për shembull, që ne kemi shumë gjana këtu që si kanë ato, po ne duhet ta zbulojmë, ta dim ta shijojmë, jo sa ato si kanë të gjana, ato kanë qef në jetë vinë tu, thot, e këpëton, qysh. Sa ato kanë dëshirë, e këpëton, prandaj e them në jerë që ka njerë që presin rrallë që të vinë tu ta marrin këtë eksperiencë. Do zoti ta kuptojnë kush janë që ta shijojnë ta man fare, e këpëton. Pyetja 5. Qeniet që takove, a janë si engjëj me flutra, me kështu, me flatra, a fluturojnë apo ecin me këmbë? Sa dush t'i bajnë ato edhe? Po, ka kështu me krah. Unë kam parë, ka me krah. Ka një nga këto engjëlla që i shefti tamam, që i shefti në për engjëlla, ashtu janë pak ashtu, si puna jonë. Këto këto engjëllat e tjerë, i ke pa ato, janë shumë engjëllat të njëjtë, janë edhe manalt. I ke pa atë filmin që thojnë to ke Ringness Herre. Jo, The Lord of the Ring. Na falë se thash 3 gjuhë me këtë. Po them anglisht. The Lord of the Ring e ka anglisht ajo. Unë se di që e ka shqip. Nga që s'ka qenë Shqipëri edhe sa imagjino dot. Po kështu e ka anglisht. The Lord of the Ring. Aty për shembull ku shkon ai me kalin këto që po ndjekin këto zezat. Që e kanë ftyrën kështu si zez, që se shef ftyrën. A kupton? Po që e kanë atë çerçafin e zëjt sipër, që e ndjekin. E ma me atë pjesën aty, ato janë engjëlla, janë shumë të mirë atje nalt. Janë më të mirë se edhe më të nalt si të engjëllat e tjerë. Po këto i kanë pat frikshëm ke filmin si fantazma, si shtriga që turën mrapa, friksojnë. Ato janë si shpirt atje nalt. A kupton? Në çfarë bëjmë këtu? Unë vjen për qërë se është gallat ku i kupton, a kupton? Edhe njerëz tani të rënditë në friksohen. Ato janë shumë të mirë, janë gjyqanat apo jo? Se kështu ka. Edhe engjëlla dhe jo engjëlla ka lloj aty.
Pyetja 6. Kur je në meditim të thellë dhe dikush bën zhurmë ose të thërret, atë ndërpritet meditimi apo nuk dëgjon asgjë? Po varet valla, po qeti meditimi me dëqohesh, a kupton, po qeti botën tjetër me ti si ngjon me këto njerëzit, a kupton, trupi është në gjumë valla keq fare. Po thuaj se i vdekëm, i atje, kur kthehesh tani, vjen gjallë. Po të quhet, po të luajë ty më po normal, tani trupi të qohet, ti kthehesh prapë nga eksperienca. Zhdukesh, duke fol me njanin, zhdukesh vjen direkt mrapsh. Po sytin e njëni. Po të meditim kështu vetdije që jemi ne më qut këtu, ashtu pengohesh normalisht. A kupton, po patë mundësi ti bash këto gjëra që po të mos rjafë njeriu as burrit as gruas, po patë mundësi se luajn ato valla. Bezdisin, edhe del nga ajo gjendje, a kupton? Do të jesh qetësi, po patë mundësi. Po prish tani që të bash, të fillosh prap. Pyetja 7. Si mund të dalë nga trupi pa vdekur? Shtriu aty për qef. Fute mendjen ku ke qef ti ikësh ti, baj të praktika që kam thënë, po nuk di çat bash. Edhe shife vet tani edhe ngjoj këtë video që kam thënë edhe baj diçka nga këto. E shifim me që do dali. Po ja, trupi nuk vdes kur. Vetëm to që të kam ashtu që vdes trupi ke varezat. Ose të ke filmat që ose të ta fusin me plumë, ose të dalin e fantazm nga mrapa. Të tremin të. Të degenerojnë fare të. E thot e tjetë këtu me kipitja 8. A ke parë iPhone? iPhone 50 atje thot. Këto e kanë tu ku jemi në këtë vendi, atje ka jo iPhone 50, atje ka iPhone pa numër. Po këtu ku jemi në këto kanë teknologjinë për të ba, jo iPhone 50, 51, 52, 60, 70, 80, të kanë për të ba iPhone 550 po deshe ti. Po së të regojnë, e du në dalë nga dalë to, për vete të kanë, po ty t'japi dalë nga dalë, ty t'majnë aty. A kupton? Të kanë teknologi, për çdo lloj gjaje. Po kështu të marret leko, ose po të japin gjitha me herë, të s'ka leko, iku leko, në i diti të gjanat. Dal nga dalë vlla, ku të ikësh ti? Unë do të plak ty para kohë, mos të mërzit. Nese, e kupton muhabetin. Ç'a dush ti? Pyetja 9. Mentorët thonë që kur del në astral ka edhe entitete jo të mira. Çfarë mendon për këtë? Ta them troç, unë s'bi ma pa për qarë, ka kupton? Këto mentorë që thonë kështu ka, apo ato të friksojnë valla. Ato duhet që të fuzin gjendje të mirë, që të kryejnë gjëra të mira, jo të friksojnë ty me këto gjërat. Po pa një mentor që foli për frikë, ai si ai zotë ty nal. Të do po do friksohesh diçka. Hiqe. Sa më shpejt, çdo gjë që tregon që ka frikë bak, kështu ato s'din ç'a flasin e vlla. Ato nuk ka çeke bota tjetër. Ç'a mentori është ai? Ka pas në eksperiencë frike se e tregon ajo që ka më në përmend në gjendjen. Po ta fut atë maskën, bashkë që është fantastik, mentor tamam. Pa edhe mund të jetë mentor ai, po ka levela, a kupton? Po se pati sqaru ti dash nga trupi, takosh kush je ti do rish me frikë, se ato shef, ato ngjon, ato ban. Që kështu largoju këtyre që flasin për frikë që s'bahet. Këto s'din ç'a flasin. Këto flasin nga eksperjenca vet, pa ato s'kan dalë nga trupi. Se dishin nga trupi do të kishin të gjanë, do kishin frikë ato. E do mësojnë ty ato që është do bash ti. Pa të kanë për të mirë, s'po them kështu, po largoj aty valla, që thonë ka kështu. Që ka kështu ku dush. Unë s'jam tu për ato, unë jam tu për të marrë një eksperiencë mirë, takoj pas buloj veten, jo të ndalem unë në një, a kupton? Ç'a mentori je ti valla, ti mund të shpjegosh që është i ikim natyrëve. Jo që ka kështu, e të batë kështu. Ti me shife vetë ke ndjenjat, po folin një për frikë, unë i largohem direkt. Se s'ka frikë. Ajo është që të paralizon. Kam qetë t'ja u baj pak shuj me si që keni që shqiptarski, që doni ju, që të renditini tamam, ta kuptoni tamam, se me të mira e s'merrni me të mira, ne dung shumë pak si tegër, që ta maj men mirë. Jo për gjithë, po e di që ka shumë. Pyetja 10 thot. A mund të takosh familjarët e dikujt tjetër në anën tjetër dhe t'u sjellësh mesazhe ose informacione? Po,
Shumë kollaj. Ku ja merr dorën këtyve gjanat, ban çfarë dush ti. Ato që kanë vdekur dhe që i ka takuar ana shohin dhe familjarët tanë, po të me janë jashtë lojës, ti e ke loje me. A kupton? Marun lojën tu atojme, atë janë, ka qindra lojnë atje, po thuj, më dhe më qindra miliona, po thuj qindra që ta kuptosh. Ato kishin lojë vetëm ke loja këtu. A kupton? Edhe me ato ka shku atje. Ato ka qetë kape me ty, me pëtime, bashkë me zeza, qanë, miku, i me ti blokosh me internetin, a i thot, o zot, ta dija unë këte që e di me, ta dija ku isha ty, që shu i me të nuk kape me ty e vla, është linja kundër ta, ti e negativ, i dëshprum, i blokum, nga gjitha, a këpëtëm, nga ndjenja, nga emocionet, me të kape është ti me njëri që u shkëput nga këto gjanat, po të të kam sukshujme, që du të vush, du t'ikish me zeza. Ato kur shkosh me zeza është shuaja që i tërheq kur shkurin ti me zeza. Qa kjera të qakteje. Edhe merë dhe ma shumë qia, i merë dhe ndjen dhe njerës të tjerë që qanë dhe vunjet batë ma madhe. Të merësh, më ka i ky, më ka ba ky. Ti du të festosh, sa i ka shpëtu. Po s'du të të regojnë ty. Po nese, ku i di të gjana, ku i banda gjana ti, që shtojnë këto, me zeza i merë dhe ma keq. Rinë ty pa se gja, vetëm të shpërosh, ku di unë. Ka ndodhë vetë ti më kështë e vogull. Ishim pa televizor 6 muj. Ishim dëshpërum, s'kishte muzik. E që të bajnë këto të gjenerojnë e vla. Qysh me ndodhë ti duket vete ty pa muzik, dëshpërum, na ka ik në njani me do vujmë në për te. A këpëtëm, pa televizor pa gja, ku ishe e vogull. Rria me frikë, qa u ba, thashun. Të degenerojnë e vla me reglat e këtyrve. Qa ka shpif të, që përdojnë të religion që i dojnë shumë. Ti minojnë se në gjanat mija, në gjanat normale, sa shu e praktikua, shu e programu, o shpirtim. Nuk është gjatë normala ja. Po leni këto, s'ka gjatë këva rezat. Janë vetëm ato mashtrime që mos kërputit shpirti. Lahi, i banë ato të betje daj, bi lehe, bin, u atë këto surët e të gjanat. Të mendoj që janë surët e mija, janë mija këto hoqë, të kanë për të mija, për janë këto tunaj që e kanë malku komplet. Aja është i malkim që të kap njani nga katë e dyti me, ju thith, ju gjallë, aty këva rezat. Ju bani të dëshpëron dhe ma shumë, sa shu e majnë ato, energjin tonë. Ku jeti dëshpërum, ku jeti me frikë. E që kanë ato, e kanë këshu si drek, me 5 yje. Nga ato, vjen ajo bifteku aty për qef, vjen gotavenës, vjen rushi, vjen muzika aty, ullit aty me, ku frikso aty, e ka këshu në tavolinë aty, ka Michelina aty. E që shhanaj për qef nga energjia jonë, ashu duket aty. Ku jeti janë në gjendje. Për na e kanë implementu këtë ligjin këto këty që dvushti, se knaqit e jetë të naltë, ajo është ajo ushqimi e tit. Po ti të kuptosh të gjana nuk kanë mani, dhe ike, dhe vdesi. A kupton? Të këshu rrojnë, këshu në manipulojnë, pa ne e vujmë, zdim kush jemi. Që këshu gjithë ato flasim me ne, ato vinë kene, ato i nide, apo të trasësh vinë direkt, ato po të kjesh në energji frekvensë, ti kuptosh të gjana, të kupton? Sa ato do të vinë për i me ti e i blokum, ato i me dhe i kinë vend tjetër, sa ato nuk futën me në këtë vla, ti e blokum. Ato kanë qetë, futën, komunikojnë, po ti do t'jesh i qetë, i bukur, i lumtur. Se po qetë i ndryshe, o, zot, atë nuk bëhet gja, kupton, ti e shef vetin me dhe ku je i me, këtë jetë. O, sa e ke thonë, o, zot, ku je? Shë gjendjen. A je mje këshu? Shipe e vetë në pasyra, një edhe logiko e vetë. Kur ti takosh përsëri, a mund të ti pyesësh kur është fundi i botës dhe çfarë po ndodh? Nuk ka fund bote, po, ka fund bote. Varet që ke ti. Kur ti takosh përsëri, a mund ti pyesësh kur është fundi i botës dhe çfarë po ndodh? Fundi botës. Ky veni që diun, ky e ka i fillim dhe ka i marim. Kurse shpirti këtu nalt nuk marron kurrë. Ne futemi këtu e krijojmë një lojë që fillon këtu kështu. Edhe kështu e dim ne, që fillon diçka, marron diçka. Këtu s'ka, fillon diçka. Vetëm këtu bën këto. Edhe mendojmë se është kështu edhe atje. Sa aq kemi, aq ta kam mësuar këto ne. Aq dim. Që kështu ne po, ka i fillim këtu, ka dhe i fund kjo jeta. Ku marrohet kjo për shembull loja. Se gjitha lojat marrojnë. Krijojmë loja tjera ani. Kjo nuk është për gjithmonë. A kupton?
çfarë do ndodh? Do ndodh vëlla kjo që po ndethi me. Un po flas ty me ty me, ti zbulon veten e ti je shefi me e vet atë e kupton vetë, trajton vet. Ku i bën gjithë të gjana ti, e din çfarë bën ti. Thjesht fare. A do të ke ndor vetë vëlla, o ikën, o ring tu i ndihmon tjerët, o bën çfarë dush ti vëlla. Sqarohesh si me ato kollaj vëlla. E kupton që je ti i lirë. A kupton? Bën çfarë dush. E vendos ti. Po ajo që është me që kuptoj unë që është e mira fare ma kështu, me shpërla vetën këtu ku je këtu, në fund se është, më thënë kjo është pjesa funit fare e lojës. Kjo që po jetojmë ne me. Ju mendoni se është 5 vjet. Jo, valla, mund të jetë 100, 200, 300, 500 vjet. A kupton? Vaja që krijojmë ne, ç'a bajmë ne, ç'ish mendojmë ne. Zgjohemi apo do rrim gjumë. Ç'a krijojnë ne, do ulemi tyre, fillojnë këto. A kupton? Luajt, ç'ish e kuptojnë, luajt do të kishte marru, po më është zjat shumë. Nga këto gjana që kam pa mua vetë që po ndodhin, që po shifin na për lajmet, se duan sa njerëz ti shohin televizor që ta tregoj ai Donald Trumpi, se për ndryshe po t'ia them unë nuk besojnë. Di besojnë këtit që ose këto tyre tonave që po i shifin çfarë bëhet. A kupton? I kupton gjithë këto gjana tani. Që kështu i me po ndodhin shumë gjana, kupton? Po ti sqaroj vetën i shef gjitha gjanat vetë, kupton gjitha gjanat vetë tani. Din çfarë bën për jetën tatë, se ne jemi ndryshe, kemi lloj misione këtu, lloj gjanash, po duhet zbulohesh, e pa nga pak tani, e kupton. Edhe ri pa frikë, nuk ka frikë për asnjë gjë. Mos e ngjoj këto gjana ti. Po lejtë me frikë të dali frika. S'është një gjë e rëndësishme, do duket e vërtetë vëlla, do të tremi, do të bajë, do të japim një falëndjenjë, se ku jemi frikë do të vjen ndjenja keqe, se kështu është mësu ky. I më edhe do të shpifin në gjatë ty këtu i më edhe do ta nxjerrën të menjë keqe, ty do duket më se vërtet. Kështu, qetëso, medito, ma e mirë gjatë e bukura, ikin këto gjanat me kohën, këto gjanat e vjeshtra. I ke këtu, po i jep ma energji këtit sajt energjisë mirë. Imagjinoj që shtoj këto, ke religionet, e ke një këtu, e ke dhe një këtu. Ky është ai mirë që ti shkruan të mira, ky është atje që ti shkruan të këqija ti me. Çfarë bën, çfarë s'bën? Ti më po thua po shkruan shumë nga ato të këqija, që shpeshë botën ti me. Krahasohesh me çfarë po tham unë, me të mirat. I me ky shkruaj përsëritse, bën të bëjë gjana i përsërisim gjana që i bajmë, pak a shumë. Jeta në luftë, pak për shembull fillon prap lufta, ose bëhet kjo, ose do vitet ky, ose do bëhet kështu, ose s'ka lek për bukë, s'ka kështu ashtu. Komplet gjanat, i soi. A kupton? Ky shkruani me time, se e ma vëmendje këtit. Ti të futesh ti tjetrit. Është kolla jo vëlla, se mësu me këtë. Po me kohën me diamarrësh dorën. Edhe tani këto skudaron, ky do ketë më shumë energji dhe ky do dalë prezant në çdo gjë që bën ti. Edhe ke mund të jetosh 100 vjet tu. A kupton? Po deshe. Edhe ashtu që kam kuptuar una për shembull kur e ban njeriu këtë gjë për shembull, si po thuaj se po e baj unë se e bajnë tjerët, që e zbulon veten në këtë eksperiencë, më shumë, ku i bën këto gjëra, jo i bën vetëm për tatë, edhe për jetën që ke pas përpara, që i pastron, po ti e pastron dhe gjithë fisin tat. A kupton? Gjithë fisin, edhe pa bajë ato. Kur të mbaroj tani gjithë, për shembull, e kanë bërë punën që e kanë pastruar trupin, kanë ardhur nalt si mret. Se e ke bërë ti atë, që ke qenë fisi i familjes. Edhe sikur një ta baj. Ke familja, ke fisi. Pastrohen komplet. A kupton? Ta bash të para se më për shembull se më marru kjo loja. Fund fare, ku maron. Anë shkojmë krijojmë loja të tjera tani. Po deshëm. Bëjmë çfarë dojmë. A mund të japin informacione për ngjarje që ende nuk kanë ndodhur, po gjitha të gjërat i bajnë. Gjitha. Edhe të japin për dhe i merr vetja, kupton? Po, është një kështu. Ato të japin shumë. Tregojnë. Si mund të dish për diçka që nuk ka ndodhur ende? Ato informojnë ata kur i takon? Po, edhe ashtu edhe i shef vetë. Unë kam pa shumë kështu, që para se më ba që banë. E dy flasë në vitet e ardhshme për disa. Po bajat e vidit unë ku ishte aja vidja, aja vidja për para që përfisja unë për që e bara dje, se dhja që ishte, ma me menja se ishte ajo për pyetjet, ose ishte aja tjetra, kur isha ke ato
familjarët e mi ke bota tjetër. Edhe po hapesh dera, po mbyllesh dera aty se ku po vinte njani, kupton, po edhe ky njeri po thosh, kush është me ty aty? Se po bën zhurmë, jam tu pas frike, mos janë ata shpirtat që i ke takuar në botën tjetër. Po dhe mund t'i takosh, po jo, këtë arsye nuk ishte ajo, ishte gjatë tjetër. Që shumë mos ke frikë pas i gjaj, vlla. Pse të kesh frikë ti? Edhe si ku ti ishte ashtu? Çfarë frikë ke ti? Pse të kesh frikë ti, vlla? U po të mëri pa frikë se këto friket me Robaj, ani të tremërin, s'ke frikë pas i gjaj, vlla. Nuk janë këto hijet e këto gjana, ato nuk kanë energji, jetia i ushtaj këtu me çizmen tokë. Nuk ka energji e fuqi të bajnë ty gjaj, vlla. Se këtu ti, ato janë në vend tjetër, ato nuk kapin me ty, nuk pekin dot me dorë. Po ti besove, po të duket si ko peke, se po thot ky ke xhamia, ky ke Krishti, ky ke tjetri. Që do të kapi, do të kafshoj. Ku një ato barsaletet, ato historiat që të vinë xhinit, kapet, djeket Barcelona, këto gjërat e kota, këto i ndodhi atit. Mu më drejtësh trupin 100 me najër. Të çfarë bajnë, se kanë këto për gallat, po ato tjetër me ha. A kupton? Ne tregojmë të njëri tjetër dhe i marr njëri poshtë, friksohemi. Qa dole aty, se e kuptoj se gjë normale, dhe unë kam pak këto eksperiencat, po të them që s'ka frikë. Mos ki frikë pas i gjatë, le të vije la fantazma, qa do? A kupton? Ai do të sqarojë të shohësh ti fantazma s'ka baj fare të keq me ty, vëlla, është komplet tjetër, po pas e marr ku ti je friksuar, që mendon se ky do të baj gjatë keq, ty me është komplet energjia ndryshe, vëlla. Dhe keq kuptosh nga gjitha rrethanat, njëri tjetrin. Edhe duket si gogol. Po ka edhe qiella, po ta kesh energji të mirë, s'ke punë fare, edhe të kesh qiella, nuk ta fohet qiella, po ç'a do vëlla? Unë dua autoritetin tim me vëlla. Unë komandoj ti ikësh. Ikën e vëlla. Po si shpirt, jo. Unë komandoj ti ikësh. Sa shu jemi mësuar, e kupton? Po s'ka fajda aty, baj ashtu që s'dije vëlla. Po mos ke frikë fare pas i gjaj, janë gjëra të kotër, Po nëse duken vërteta, se kemi përsit me vite, me njani, me tjetrin, me gjithë. Edhe është baj gjatë që i besojmë gjithë që është normale. Nuk është normale fare. Pyetja tjetër. Po mos të ketë zotot. Si vdesim ne? Kush na i merr shpirtin? Po ka zot, valla, ti je zoti, ti ekziston për gjithmonë. Ke ekzistuar gjithmonë. Do ti baj çfarë dush, ti ke ekzistuar. Pranoje, dhe shohësh ku ti isha tjetër shohësh, jam po unë. Unë gjithmonë pas kam ekzistuar, po jam futur më në moraj loj, dola më Unë këtu që kam. Nuk ikën e vlla. Gjithmonë ke ekzistuar. Ekzistoni me, gjithmonë do ekzistosh. Vetëm se merr eksperiencë lojesh e gjanash. Edhe zhvillohesh në atë mënyrë. Unë kam zhvilluar edhe gjatë tjetër për shembull, që ku marron këtë lojën këtu për shembull, shkon atje, ti ke një situatë se kanë këto engjëllat, që kanë këto të verdhat. Që e mani me këtë gjithë jetën po thuaj atje, që të shohin tjetër thotë, pas ka që ky planeti, se kanë shumë që se ama mbyllta të vinë këtu. A kupton, ne jemi territar, ne që vinë këtu. Ne jemi tamam kështu. A kupton, ka tjerë atje që e shoh çfarë bëhet, e shohin kështu ato, e din. Po se ato më thanë që s'jam koma gati, a kupton, për të ardhur për të marrë të eksperiencën, do të thonë që ne jemi shumë të zhvilluar këtu, si shpirta, po jemi të bllokuar për momentin. Imagjinoni. Ne jemi më të fuqishëm nga komplet nga këto katër këtu. Ta kuptojmë ne, do dalim më të fuqishëm nga të gjitha. Se to që vujmë ne këto se din fare çfarë është. Prandaj këto duan atë që kemi ne, atë dashurinë, se kanë këto, s'din këto. Kam po them kështu që dim ne mirë fare, a kupton? Se ne jemi këtu me çizme. Në bal. Ku jemi me çizme në bal, e diti që ashensori do të bëj mirë me. Kurse të ka pas ashensori ditë të parë, ose di që është me çizme në bal. Që se din mirë fare, që dim ne. Ku ke loja, ka sosh me të tjerët. A kuptoni? Mund të dish për diçka që nuk ka ndodhur ende. Po thot tjetri, po ty të është dashur 15 vjet. Meditim. A të duket se ne kemi me të thjeshtë për të kuptuar kush jemi? Po, ashtu më kanë treguar më ato. Të që kanë me ka pak më thjeshta, s'ka nevojë nga të bashkë si ti 15 vjet meditim. Ty vetë dalë më shpejt po. Po tash po çyshe vlla kështu tash. Se s'm bën edhe më ashtu tha.
E pashun që unë e vendosa vetë se isha trimtar dhe baja unë të përpara. po, e keni më shpejt, për shembull, po ta unë këto që ka bënë 15-20 vjet, ju mund ta bani për 2-3 vjet. 4 vjet, këtë diun, 5 vjet, baret. Po bate vlla, është Obama, ne e kemi për gjithmonë. Me 100 vite, me 1000 vite, sa dush ti. Po. Harova të përgjigja pyetjen e Izet, çfarë, kështu komplet, se ishin shumë pyetje në një pyetje. Edhe po thosh ai që tha, po mos të ketë Zot. Ka Zot, si vdesim ne? Vetëm trupi vdes, ti nuk vdes, unë ta shpjegova. Kjo përgjigja tjetër që isoj. Kush na merr shpirtin? Sa merres një shpirtin ti valla, ti e kështu që jam unë më. Kush ka një kapë mundore valla. Kështu jeti valla, qysh. Atje është ai respekti, ai autoriteti që tregova kjo video tjetër. Nuk ka atë këto gjëra ban këtu që ta marrin ty shpirtin, që të mallkojnë, do të bajnë, çfarë do të bajnë. Këto gjëra bëhen vetëm këtu. Edhe ky me prap, ky meditimit që po thotë që po, nuk e levoj, kështu më ka thënë. I më në kuptova, tash më mirë unë as u dëshpërova se gjë, unë bashkëve se tash unë se është vështirë ti bash 15-20 vjet më herë, e kupton, në këtë bujtje edhe ta sqarosh veten. Që kështu më thanë do të bëhet më shpejt me se ka koha. Që kështu ju jeni e keni pak më mirë se sa kisha unë, po thuj. A kupton? Jam dhunë këtu që po i tregoj gjana me, edhe keni më kollaj ato me përpresin se është edhe koha për shembull për shumë njerëz për ta zbulu veten, që këto praktika që të dashëm të janë ajo hyrnorja ma kampion në botë, që të vish aty sa më shpejt, sa më mirë, sa më përgatitur, sa më shpejt mund tush edhe gjitha gjanat. Po ju vendosni vetë, e keni ndorë vetë jetën tënde. A kupton? Pyetja tjetër. Po ndjeshmërinë shpirtërore, ku ngjitesh lart, si e ke për fëmijët dhe njerëzit e dashur? A do njësoj apo më shumë? Ja, këtu i do shumë ato, atje e kupton kush jeti, ato se diti që ato janë si puna jote. Ai Zot që jeti janë dhe ato. Kështu s'kemi nevojë për njëri tjetrin. Jemi mjeshtra të gjithë. Po këtu i na dhimbë se na bahen se nga gjendja e jetës, çu janë gjërat, çu funksionon kjo loja. Kështu i do shumë dhe atje, ata e do pafundshëm ti, po nuk krahasohet, pa ne thamun që është ndryshe, kupton. S'ke nevojë të marrë njërin dorë, tu na duket se vjen si fëmiti, do të marrë njërin gjithë në dorë. Kur rriteni bashkë madh do këtë presidentin tat, që të marrë ty këtë dorë ai me, dhe këtë bash plak ti tamam, që ai kupton. Komplet të gjërat janë ba këtu. S'ke nevojë për një boti. Kur gjithë ne kuptojmë kush jemi, ne s'kemi nevojë, respektojmë me dumë dhe krijojmë gjërat një me njërin tjetrin, jo këto gjërat e kota, kupton. E kam dhe pyetje këtu, po thot njani, thot, këto që po më tregojnë ti, ajo që po thua me kujton kohën kur isha në shkollë, atëherë nuk e vija në ndryshim gjeografinë, sepse besoja ato që na mësonin. Faleminderit që ndan këtë informacion, unë të besoj. Po pra, imagjinojmë që s'kam bakto, kështu ta them edhe pak për te. Imagjinoj edhe këto që japin në aeroplanit për shembull. Se kjo fush, kjo veni, që kam unë, ne jemi me në këtë topi që është blindum. Po këtu e me po të shkallë si topa tjera, këtu janë gjënë vene tjera. Po këtu kemi ne, është këshu. Nuk ka këtu turmulla këtu ku jemi ne, që vjen për qark. është këshu. Që themi ne, fushë vlla. Nuk është ai topi që vjen rumullak, këtu është fushë drejtë vlla. Ikën nga një vend deri në vend tjetër. Po thuj ne jemi këtu 30%, vazhdosh shkon ke këto Antarktikës edhe Maron për shembull. A kupton e ke i veni blindum. Nuk bin as jashtë nga bota as e gja. Është komplet ujë mrapa këtu, edhe poshtë, edhe ke edhe çfarë s'bëhet. Që kështu me kur shkojnë të më avioni me këto mendojnë se i kanë thënë këto tunal, që i kanë thënë këtu poshtë, këtu poshtë, edhe vjen ky avioni dhe me që thotë dhe i nga këtu atje, ky shoferi i avionit, ky s'digja fare që është banal fare, ky ka manipulu këtë. Kto i me gjithë besojnë se është vërtet, po këto nalti me e di gjithë se është vërtet. Edhe ju na e thuni ne që është vërtet. Edhe ne besojmë ju që është vërtet. Edhe shkoni me aviona ju, po të vazhdoni ju dhe shohësh bam. Ja bash si ka i filmi Truman Show. E keni patë filmin Truman Show me Jim Carrey? Shifni atë filmin Truman Show, pak a shumë që është.
kuptoni edhe pak më shumë. Që kështu me po e marroj këtu, edhe ju uroj gjithashtu një ditë fantastike, edhe shitim në vitin tjetër. Mirupafshim.